Gjirokastra, qyteti i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, sot hedh një hap të ri drejt së ardhmes së duke u bërë qendër e dijes dhe inovacioni teknologjik. Në qytet është inauguruar një qendër e re inovacioni, një bashkëpunim Shqipëri-Kosovë me mbështetjen edhe të Bashkisë së Gjirokastrës. Projekti synon të sjellë një model të ri edukimi modern në jug të vendit, duke i hapur fëmijëve dhe të rinjve mundësinë për të mësuar dhe krijuar përmes teknologjisë. Sot ky qytet i mrekullueshëm, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, bëhet edhe qendër e dijes dhe inovacionit teknologjik. Sot për mua është një nga ato ditë që nuk harrohen vetë. Një ditë ku një ëndër e vogël që lindi me shumë besim dhe përkushtim, më në fund po merr jetë këtu, në Gjirokastër. Si mësuese gjuhës angleze për më shumë se 2 dekada, ndjej një përgjegjësi të madhe dhe besim të thellë ndaj brezit të ri. Gjirokastër ka trashëgimi, ka histori dhe ka kulturë. Sot po i shtojmë edhe diçka tjetër, mundësinë për të rritur me teknologjinë, me vetbesim dhe një të ardhme më të gjerë. Kjo qendër është për ta, për fëmijë dhe të rinj të këtij qyteti. Dhe për mua kjo është gjëja më e bukur që mund t'i japim Gjirokastrës. Ne që kemi vendosur ta ndërtojmë familjen, karrierën dhe të ardhmen këtu në Gjirokastër, i detyrohemi këtij brezi të shfrytëzojmë vlerat që mbar të eksperjenca e së shkuarës, të konsolidojmë të tashmen dhe të parashikojmë në mënyrë cilësore të ardhmen. Kjo nisëm sjell një hap të madh drejt arsimit më praktik dhe më të hapur, duke u dhënë nxënësve mundësinë të zhvillojnë aftësi që përputhen me kërkesat bashkëkohore. Ju siguroj që do kemi mbështetjen tonë, partnerëve tanë të Kosovës, për mbarvajtjen të mision tonin për të bërë fëmijë jo vetëm Gjirokastrës, por gjithë Shqipërisë qytetarë të denjë kësaj bote, me njohuri të duhura, me drejtime të duhura dhe me mundësi që do i hapen gjatë këtyre studimeve. Innovation Academy nuk është vetëm një akademi, është një ekosistem. Pse e them këtë? Sepse fëmijët tanë, nxënësit tanë nuk duhet vetëm të jenë konsumues të teknologjisë. Ata duhet të krijojnë diçka përmes teknologjisë. Dhe ne dim këtë që ata din ta bëjnë më së miri. Ne vetëm duhet i drejtojmë sepse ata do ja dalin mbar. Prandaj dhe ne besojmë shumë në të rinj dhe të rejat, të gjithë shqiptarëve mbar botës ku janë. Fëmijët në Kosovë dhe në Shqipëri jo vetë që janë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre kudo në botë. Mirë po, ata nga njëherë janë edhe më të mirë. Mjafton që ta kenë një vend ku ata shprehin kreativitetin edhe talentin e tyre dhe mjafton që të rrethohen prej njerëzve kaq profesionistë dhe kaq entuziastë që ta tregojnë këtë talent ta shfaqin para krejt botës. Vërtet unë e Fatbardha e kemi themelu Innovation Academy para 6 viteve. E kemi fillu vetëm unë edhe Fatbardha dikon me një 20 ose 30 nxënës. Mirë po, ne sot nuk e udhëheqim Innovation Academy. Innovation Academy dhe Yes Innovation Academy në Shqipëri udhëheqen nga nxënësit tonë të mrekullueshëm dhe nga stafi jonë i mrekullueshëm të cilët çdo ditë po bëjnë që ëndrat e këtyre fëmijëve të ndryshojnë. Të ftuar në inaugurimin e kësaj qendre ishin edhe kryetari i Bashkisë Flamur Golemi dhe rektori i Universitetit Jaho Cana, të cilët vlerësuan këto nisma për të qenë më afër fëmijëve dhe për t'i drejtuar ata drejt teknologjisë, pasi qendra e re e inovacionit nuk është thjesht një hapësirë me kompjuter dhe programe, por një mjedis ku nxënësit do të eksperimentojnë, do të krijojnë dhe do të guxojnë të provojnë ide të reja. Sot unë jam si prind i dy çunave që përtej të mësuarit edhe përtej notës, patjetër gjithë prindrit, duan dhe dëshirojnë të jenë qytetar të denj për familjen, për shoqërinë, por patjetër edhe për qytetin. Shumë faleminderit Genci, që gjetët mundësinë edhe bë dhe Gjirokastrën pjesë të kësaj ideje, po them, në duke të thjeshtë, por që si kundër e tha Fatbardha, frutet do t'i marrim pak më vonë, kur kemi mundësi që të rinjtë e Gjirokastrës ta shikojnë edhe Gjirokastrën këtu edhe këtë vend si zgjedhje të parë për të jetuar, për të punuar edhe për të fituar. Vërtet ndihem shumë i lumtur për suksesin e profesor emeritës, ku unë kam nderin ta kem dhe krahun tim të djathtë si zënës rektore e universitetit. Ku dhe aty a shkëlqen me idet e saja. Por në ana tjetër të gjithë juve ndiheni vërtet të lumtur që kemi një merit në krahun tonë dhe që i shërben qytetit.
Ky projekt synon t'i afrojë të rinjt me aftësi digjitale që kërkon koha, duke i pajisur me mjetet për të qenë konkurrues në tregun e së ardhmes. Hapja e kësaj qendre konfirmon se Gjirokastra mund të shndërrohet në një pol të rëndësishëm të edukimit inovativ në rajon, duke i dhënë frymë të re formimit profesional dhe krijimtarisë së brezave të ardhshëm.